Ndërkohë, ka problem me projektin. Çudi e madhe se s'ka projekt. Ka vetëm një koncept i cili, siç e shpjegova dje, është miratuar dhe është shoqëruar me shumë kushte për projektin që pritet vi. Ka probleme me impaktin mjedisor. Çudi se kemi studimi mjedisor akoma, i cili do të vi dhe po kryet nga një nga konsulencat më të mëdha ndërkombëtare me reputacion botror. Ka problem, siç thoshin disa, që ne nuk na duhen të huajt. Dhe ishte e çuditshme se nga një anë thoshin nuk duhen të huajt, nga ana tjetër bërtisin poshtë komunizmit. Tani duhet o njëra o tjetra. Nëse poshtë komunizmi duhet të vinë të huajt, nëse nuk vinë të huajt, rroft komunizmi. Por duhet ta mbyll me një pjesë që për mua është pjesë e rëndësishme, e atyre që bëjnë një pyetje. Ç'na duhen ne këto zhvillime kur ne nuk i aksesojmë dot, pasi janë për të pasurit. Është një pyetje e drejtë në dukje, por është një pyetje e gabuar në thelb. Sepse ekonomitë serioze dhe rëndet që tek turizmi kanë një nga burimet kryesore në mos kryesorin të ardhurat tyre, nuk maten me kush fle në dhomë. Po maten me sa para hyn në ekonomi dhe si shpërndahen ato në paga, në pensione, në biznese, në shërbime publike. Dhe shembulli është shumë i thjeshtë. 1000 turist që harxojnë 100 euro në ditë, njëkohësisht janë 1000 konsumatorë që sjellin një ngarkesë caktuar mbi trafikun, mbi shërbimin e pastrimit dhe kështu me radhë. Ndërsa 1000 turist që harxojnë 100.000 euro në ditë janë diçka, më falni, në total 1000 janë, nga 100 janë 100.000 euro në ditë, se unë ngatrova. Pra, kemi 100.000 euro në ditë nga 1000 veta, ndërkohë që kemi gjitha të ngarkesë. Ndërkohë që 100 turist që harxojnë nga 2000 euro në ditë, janë 100 vetë që sjellin 200.000 euro. Dhe 10 herë më pak ngarkesë, 2 herë më shumë të ardhura, më pak beton, patjetër, më pak mbeturina, më pak presion mbi natyrë. Ky është modeli që ndjekin vendet të cilat e kanë kapërcyer epokën e turizmit masiv dhe të cilat sot që flasim, problemin kryesor kanë si ta ulin presionin e numrave dhe të rrisin të ardhurat. Tani, kam sjell sot një shembull, Costa Navarino në Greqi, që u kundërshtua e u bë copash. Ka gjeneruar 3.5 miliard euro ndikim në atë rajon. Mbi 11.000 vende pune, direkte dhe indirekte. Dhe keni parasysh një gjë, është llogari e bërë për çdo 1 euro të shpenzuar brenda një rezorti, gjenerohen 1.6 deri në 2 euro jashtë atij rezorti. Në ekonominë përreth. Janë 60% e furnizimeve në Costa Navarino që i bëjnë prodhuesit vendas, që janë aty rreth rrotull. Dhe natyrisht që shumica e popullit grek nuk shkon të flejë në Costa Navarino, kjo është normale. Por mira grek të zakonshëm jetojnë prej Costa Navarinos dhe ndërkohë populli grek përfiton nga të ardhurat që sjell Costa Navarino. Ka shumë të tjera, por turizmi në Maldive gjeneron 40% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 25%
që janë ekonomia e atij vendi, vinë nga rezortet luksoze. Dhe një studim i bërë nga FMN-ja ka treguar se një natë në rezort gjeneron shumë herë më tepër vlerë ekonomike për komunitetin se sa 1000 net në Kostotullët. Kështu që duke e mbyllur, me që të shkojmë dhe në Maltëzi me presidentin, I am sorry but it's hot topic, me që të shkojmë në Maltëzi me presidentin, është vendi më i vogël i rajonit. Është nisur në të njëjtin start me të gjithë vendet e tjera të Jugosllavisë. Prej vitesh ka pagat më të larta në rajon. Turizmi në Maltëzi mbështet 1 në çdo 4 vende pune. Dhe FMN-ja thot, rritja e numrit të turistëve në mënyrë të përvitshme është arsyeja kryesore e rritjes ekonomike të Malit të Zi dhe e rënies papunësisë në nivele historike. Dhe natyrisht që Mali i Zi këtë sukses e ka nga turizmi i luksit. E ka nga hotelet, e ka nga rezortet ku nuk shkojnë malazezët e zakonshëm, po prej të cilave malazezët e zakonshëm kanë paga më të larta, kanë pensione më të larta dhe kanë shumë më tepër mundësi për të hapur biznese dhe për të rritur biznese lokale rreth e rrotull. Kështu që kur një turist paguan 100 euro në ditë, diçka fitojnë ata cilët e mikpresin dhe i shërbejnë. Po kur një turist paguan 2000 euro në natë, atëherë fitojnë kuzhinieri, fitojnë shoferët, fitojnë peshkatarët, fitojnë fermerët, fitojnë ndërtuesi, fitojnë bizneset lokale rreth e rrotull dhe në fund fitojnë pensionisti, sepse janë të ardhurë të cilat vinë në ekonomi. Pse nuk ngrihen njerëzit të thonë që pse na duhet në aeroporti kur ne s'kemi aviona? Po porti për çfarë na duhet kur ne s'kemi anije? Po fabrika e makinave për çfarë duhet se unë nuk kam mundësi të blej makinë? Sepse e dim që vlera e gjitha këtyre nuk vjen nga përdorimi personal. Këto janë gjëra thjeshta, por janë gjëra që meritojnë të diskutohen, pyetjet janë legjitime, edhe ata që thonë ç'na duhet e tjerë kanë të drejtën e tyre. Kështu që investimi nuk ndalet, por natyrisht unë jam shumë i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera që u përmendët, të flas. Kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet, për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë. Ndërsa teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për të thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Faleminderit. Fiorella Beleshqia Dysenem, pyetja ime është për presidentin e Këshillit.